Ejub Sakhtiani i përket brezit të parë pas sahabeve, i përket tabinve e me theks të veçantë tabinve të vegjel. Ka lindur në vitin 63 sipas hijretit, në vitin e cilin edhe ka vdekur sahabiu i madh Abdullah ibn Abbasi, Allahu qoftë i kënaqur me të. Ejubi ka jetuar plot 63 vite dhe ka vdekur në Ramazanin e vitit 131 sipas hijretit. Dietarët përgjatë gjithë historisë e kanë vlerësuar në shkallët më të larta të mundshme të dijes dhe të besueshmërisë. Hasan Basriu, Allahu mëshiroft, kur fliste për Ejubin, thoshte se ai është zotëria i rinisë së Basrës. Ejubi ka qenë nga Basra në Irak dhe Hasani konsideronte se Ejubi është prej zotrinjve, ose thënë më mirë, zotëria i rinisë së Basrës. Sufjan Thauriu ka thënë nuk kam parë njerëz të ngjashëm me 4 veta në Basra. Në mesin e tyre e ka përmendur edhe Ejubin. Pra në mesin e atyre ndoshta qindra dietarëve, e atyre qindra alimve që kanë qenë në Basra, 4 janë dalluar nga ky dietar i madh, nga Sufjan Thauriu. Dhe në mesin e tyre është edhe Ejub Sakhtiani, Allahu e mëshiroft. E kam pyetur Ebu Hatimin për kitazi me vlerësimin për Ejub Sakhtianin. Dhe ka thënë një fjalë e cila është, si them, kryefjale gjitha atyre vlerave, atyre tipareve, atyre meritave për cilat dallohet Ejub Sakhtiani. Ai ka thënë se për njerëz të ngjashëm sikur Ejub Sakhtiani nuk pyetet. Pra janë të besueshëm deri në atë shkallë, deri në atë nivel që për njerëz të tillë nuk ka nevojë që fare të bëhet pyetje, sepse janë të besueshëm dhe fjalët e tyre, transmetimet e tyre, hadithet e tyre merren. Hisham bin Urve ka thënë se nga Iraku nuk ka ardhur njeri i ngjashëm me Ejub Sakhtianin. Pra është vlerësuar në shkallë të madhe, në shkallë të lartë, madje Imam Dhahabiu, i cili ka bërë një enciklopedi të jashtëzakonshme rreth personaliteteve islame, duke folur për Ejub Sakhtianin, ka thënë se Ejubi është imam, është hafidh dhe është zotëria i fukahave. Është pra njëri prej atyre dietarëve më të dalluar. Nëse flitet për dietarët, atëherë Ejubi është në krye të listës tyre. Pra është një prej dietarëve të mëdhenj, është një prej burrave të dalluar, jo vetëm për dijen, por edhe për sjelljet e tij, edhe për fetarinë e tij, edhe për vlerat e tij.